Ministria e Zhvillimit Ekonomik publikon të dhënat në fushën e kontrollit të tregtimit të karburanteve. Drejtoria e Inspektimit Meteorologjik gjatë periudhës 5/10/2013 deri në 15/11/2013 ka ngritur grupe inspektimi me qëllim kontrollin e subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e tregtimit të karburanteve dhe gazit, si dhe subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e prapapaketimeve. Janë inspektuar dhe janë mbajtur akt kontrolle në 225 subjekte që dispononin në total 488 aparate matëse të karburantëve me një total prej 2251 pistoleta furnizuese. Bëhet e ditur se janë bllokuar nga grupet e inspektimit dhe u shkërkuar riverifikim për 341 pistoleta, pasi gjatë testimeve rezultuan me gabime të matjes jashtë kufirit ligjor të lejuar. Për 76 subjekte janë mbajtur proces verbale dhe janë marrë masa administrative me vendim gjobe, pasi kishin në përdorim instrumenta matëse të paverifikuara. Instrumenta që u kishte kaluar afati i verifikimit periodik dhe dëmtime nga subjekti të shenjave meteorologjike. Veprime këto në kundërshtim me dispozitat e ligjit për meteorologjinë i ndryshuar. Inspektimit janë nënshtruar subjekte furash buke dhe pasticerish ku 8 subjekte rezultojnë me instrumenta matëse të paverifikuara, ndërsa 8 subjekte janë sankcionuar me masë administrative me gjobë.